Atë që Allahu e udhëzon në udhë të drejtë nuk ka kush ta humbë, dhe atë që humb Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Udhëzimi, të nderuar besimtar, është në dorë të Allahut. Ai udhëzon këtë dojë dhe humb këtë dojë. Allahu lartësuar ka sjell shembuj në Kur'an. Daraballahu mathalan lil ladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allahu ka sjell shembuj për ata të cilët kanë mohuar gruan e Nuhut edhe gruan e Lutit. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Ato ishin gratë e dy robërve tanë të mirë, pra gruaja e Nuhut dhe gruaja e Lutit, gra profetësh. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Mirë po ato tradhtuan, nuk besuan Allahun ashtu sikur se besuan profetët, burrat e tyre. Mirë po se ishin gratë të profetëve, kjo nuk u bëri dobi atyre. Edhe pse ishin gratë të profetëve, kjo nuk u bëri dobi atyre. Do thuhet atyre, futuni në zjarrin e xhenemit bashkë me banorët e zjarrit. Por edhe pse ishin gra profetësh, ato do të hidhen në zjarr. Çka do thotë se Allahu udhëzon këtë dojë dhe humb këtë dojë. Wa daraba Allahu mathalan lil ladhina amanu imra'ata Fir'aun. Dhe Allahu ka sjell shembull për ata të cilët besojnë. Gruan e Firaunit. Gruaja e Faraonit, pra Firauni ose Faraoni që themi ndryshe, ishte zullimçari më i madh tokë. Pa të vrarë shumë njerëz. Mirë por gruaja e tij, Allahu deshi që ta udhëzoj, ta bëjë muslimane. Ajo e besoi Allahun, ndërsa Firauni ishte zullimçari më i madh. Jo vetëm që nuk besonte Zotin, mirë por e quante veten e tij madje edhe si Zot. Dhe gruaja e Faraonit, thot Allahu, idh qalet rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa malih wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Asja, gruaja e Faraonit, ka bërë një lutje përpara se të vdiste, duke parë torturat që Faraoni i bëri asaj, për shkak se ajo besoi Allahun, pra lidhen në 4 hunj. I thanë që ta lindte rrugën e Allahut, pra mos ta mohonte Zotin, mirë pra ajo nuk u kthye nga kjo rrugë. Dhe bëri një lutje dhe tha, o Allah, më bëj mua një vend pranë mëshirës tënde në xhenet. Dhe më shpëto mua prej Faraonit dhe veprave të tij, dhe më shpëto mua prej popullit zullimçar. Kjo ishte lutja e Asjas, gruas së Faraonit. Allahu deshi që ajo të udhëzojë. Allahu deshi që ajo të vdisë si muslimane. Kjo tregon që udhëzimi është në dorë të Allahut. Ai udhëzon këtë dojë. Ato ishin gra profetësh edhe nuk udhëzuan. Kjo ishte gruaja e tiranit më të madh, njeriu më të keq, dhe udhëzuan në u bë muslimane. Gjithashtu profeti Muhammed alayhis salam deshi që xhaxhai i tij të bëhej musliman. Bëri çmo që xhaxhi i tij të bëhej musliman. Sepse ai e pa ndihmuar profetin Muhammed alayhis salam kur të gjitha tradhtuan. Deshi që patjetër të bëhej musliman. Madje edhe ku ishte duke vdekur, në çastet e fundit të jetës së tij, profeti Muhammed alayhis salam i shkoi tek shtrati i tij dhe i tha: "O xhaxhaim, thuaj la ilaha illallah, që këtë fjalë ta kep si argument për ty ditën e gjykimit tek Allahu. Që ai të futet në xhenet, sa ai s'po të besua Allahun deri në atë moment. Nuk ishte bë musliman." Mirë po Abu Xehli dhe një tjetër nga idhujtarët e Mekës thanë: "O Abu Talib, a do lesh fenë e Abdul Mutalibit, pra fenë e idhujtarëve?" Dhe ai tha: "Unë tha do të vdes në fenë e Abdul Mutalibit, pra do të vdesë si udhujtar." Dhe thot profeti alayhis salam se xhaxhai i tij do të ketë dënimin më të vogël në zjarrin e xhenemit. Mirë po, do të hynë në zjarrin e xhenemit. Edhe pse ishte xhaxhai profetit Muhammed alayhis salam. Dhe Allahu lartësuar zbriti një ajet kuranor
ku Allahu tha, inneke lan tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Ti o Muhammed nuk mund të udhëzosh këtë duash, atë që do ti, por Allah udhëzon këtë doj ai. Por udhëzimi është dorë të Allahut. Ne mund t'i bëjmë shkaqet. Ne si musliman duhet që t'i bëjmë shkaqet. T'i ftojmë të tjerë në rrugt të Allahut, që të besojnë Zotin, të falen, të agjërojnë. Mi për udhëzimi është dorë të Allahut. Ai udhëzon këtë doj. Thot profeti Muhammed a.s. Ad-dalu alal khayri ka fa'iluhu. Ai i cili udhëzon për mirë është njësoj sikur se ta ketë vepruar gjë. Pra nëse i thotë kujt ti që të falet, nëse ai falet, të quhet edhe ty sikur po falesh, sepse ku udhëzu dikë që të falet, ose të agjëroj, ose të mësoj një sure. Pra besimtarët duhet që t'i ftojnë të tjerët në rrugt të Allahut. O men ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Thot Allah lërsuar në Kur'an, ku ka më mirë se sa i personi i cili fton për tek Allahu. Pra thret njerëzit që të besojnë Allahun dhe thot unë jam prej muslimanëve. Pra ka shpërblime të mëdha për ai cili i fton tjerët në rrugt të Allahut. Dhe thot profeti al-Islam i tha një ditë Aliut radiallahu anhu, pasha Allahun, që ose Allahu të bën ty shkaq që dikush të udhëzohet në duart e tua, është më e mirë për ty se sa devet e kuqe. Dhe devet e kuqe tek arabët ishin pasuria më e shtrenjtë. Pra nëse ti bësh shkaq që dikush vjen ke xhamia, vjen fal namazin, ose të agjëroj, ose të bëj veprime të tjera të fesë islame, atëherë kjo është një nga pasuritë më të mëdha që i jepet njeriu. Nga mirësia më të mëdha që i jepet njeriu, sepse është bërë shkak që dikush pranoi fenë islame. Beligu anni walau aya, thot profeti Muhammed alayhis salam, përcini për meje qoftë edhe një ajet. Qoftë edhe një ajet. Pra askujt nuk i kushton për ju që t'i thonë njerëzve që kështu ka thonë profeti, kështu ka thonë Allahu i lartësuar. Madje tani është shumë e thjeshtë. Ngjon një video në internet, Facebook apo diku tjetër. Mjafton ta shpërndash, edhe shpërblimi të shkon edhe ty se i ke shpërndar të tjerëve. Beligu anni walau aya. Pra shpërndani për me qoftë edhe një ajet. Kur ti e shpërndan në rrjetet sociale, merr edhe ti shpërblime. Sepse ke ftuar në rrugt të Allahut. Është një shpërblim i cili nuk i kushton njeriu asgjë. Pra thjesht me shpërndar një video në internet, që edhe të tjerë të udhëzohen për të bërë shkak të që të tjerë të udhëzohen të pranojnë fenë islame. Por siç e thashë në fillim, Allahu udhëzon këtë doj dhe humb këtë doj. Wa qulu hadha qawl astaghfirullakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkoni falë Allahut, në të vërtetë Allah është falës më shumë se madh.